Sa raste i dim ne që i kanë dhënë përparësi bukurisë, pasurisë apo dhe përardhjes së familjes së fuqishme para asaj të devotshmërisë, por si kanë përfunduar ata? Kanë përfunduar me probleme shumë të mëdha. Kanë përfunduar me dhunë fizike, psiqike, kanë përfunduar me shkatrim familjar, kanë përfunduar me ndarje, me divorc. Sepse i kanë dhënë përparësi diçkaje që është e rëndësishme, por nuk është më e rëndësishme. Nëse do ta ilustronim numerikisht, këtë shembull që i ka përmendur pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam i bie kësaj, që feja e partnerit apo të partneres është njëshi. Pasuria, familja, bukuria janë zerot pas nishit. Qofse bie nishi, zerot s'kan vlerë. Mirë, po qofse nishi ekziston, sa më shumë që i shtojmë zero, vlera vetëm shtohet. E asaj shume. Pra, një person që është i devotshëm, një person që e ka frikë Allahun e Madhrishëm, ai pastaj e ka edhe bukurinë e pamjes, edhe të pasurisë, edhe të familjes. Besoni, nëse një njeri është i devotshëm apo e devotshme, gjitha vlerat i ka të grumbulluar në të. Bukuria e pamjes, sikur se thon plesht, është 3 ditë. Nëse nuk ka karakter të formuar, një grua apo një burr, fakti që ka një bukuri fizike, kjo nuk jep lumturi. Madje edhe shpesh ndodh që nuk ja shohin fare pastaj. Pas 3 ditësh nuk ja sheh bukurinë asaj femre apo atij mashkulli. Sepse realisht bukuria e vetme që garanton mirëqenien e përhershme është ajo e shpirtit, është ajo e karakterit. Nëse nuk ke fjalë dashurie të sinqerta, nëse nuk ke respekt, nëse nuk ke veprime konkrete që dëshmojnë për devotshmëri, që dëshmojnë për dashuri, fakti që ti mund dukesh i bukur apo e bukur, kjo as pak nuk përbën diçka serioze në jetë. Nuk ka vlerë. Ose vlera asaj mund të definohet vetëm si diçka e përkohshme. Por kur një njeri është i devotshëm, një bashkëshort i sinqert, një bashkëshort i ndershëm, apo një bashkëshorte e sinqertë e ndershme, vallahi kjo është bukuria më e madhe. Kur ty hyn në shtëpi dhe të pret bashkëshorti apo bashkëshortja me buzëqeshje në fytyrë, me siguri maksimale morale, me përkushtim ndaj teje, me sinqeritet në fjalë dhe në veprime. Kjo është bukuria reale e një martese të mirëfillt.